Kryeministri Edi Rama mblodhi kryebashkiakët e vendit për diskutuar ricurinë e paketës së maleve, një nismë që synon të lehtësojë investime turistike, më pak dokumente dhe mbështetje qeveritare. Rama kritikoi vonesat për dorëzimin e hartave prioritare dhe kërkon përparim të shpejtë duke vendosur rafat deri në fund të tetorit. Në takim Rama nënvizoi rëndësinë e shpejtësisë dhe efikasitetin për implementimin e paketës. Bëjmë këtë takim sepse kemi shqetësimin që po ecet me një ritëm jashtëzakonisht të ulët në raport me atë që paketa vet ka në thelb, shpejtësinë në kuptimin e një burokracie të lehtësuar maksimalisht dhe shpejtësinë në kuptimin e mundësisë për t'i dhënë një përgjigje shumë të shpejtë atyre që shprehin këtë interes. Brenda muajit tetor duhet vinë të gjitha hartat. Flas për të gjithë ju që mund t'ja jap dhe në formë urdhërore. Për ata që janë këtu dhe që nuk marrin urdhra nga partia jon, dera është e hapur, sepse me kryetarin me Maliajt e kemi folur këtë punë apo jo. Kështu që ju lutem shumë fokusohuni shumë fort në këtë pikë, hartat. Kryeministri nuk i kërceu batutat dhe kritika ndaj kryebashkiakëve, përfshirë edhe ato demokrat. Ma ka shprehur potencialin e madh për këtë punë. Ke 5 muaj që ke paketën, edhe po jo, leje që ke bërë gabim në Kuçovës. Ty të paktën të falet se keni qenë të zënë me demaskimin e farcës zgjedhore. Tani fokusohu te puna. Fusharëzi që janë këtu hudrat që na mbrojnë nga syri i keq me lëkurën e tyre blu, nuk na kanë sjellë gjë, kështu që ju kanë shpëtuar nga vënia në pozitë shumë vështirë. Megjithatë, vuri në dukje se gabimet janë të pranuara kur vijnë nga bashkitë e vogla dhe pa mbështetje. Na mund na bëjmë ne gabim, po na folet si na bashki të vogla e pa përkrahje kështu. Mund na fol ne gabim i vogël. Ju falet edhe në një gabim më shumë sa që gabimet sa bëni ju, punë e madhe se u bë dhe një gabim tjetër. Për të përmirësuar komunikimin me investitorët, Rama kërkoi ngritjen e task forcave në secilën bashki, të cilat do të merren direkt me qytetarët e interesuar. Paralelisht me hartat, të cilat e përsëris bëjnë një fare të thjeshta dhe ngrijeni një task force menjëherë që të merret personalisht me gjithë ata njerëz që janë interesuar. Kryeministri theksoi gjithashtu efektet e pritshme të paketës së maleve. Investimet që do të kryhen përmes paketës së maleve do të sjellin rritje të ardhurash për bashkitë, si dhe rritje të numrit të turistëve.